Pse nuk po konstituohen institucionet? Ka qëllim elektoral, ka qëllim politik, për çfarë po ndodh gjithë kjo krizë? Rezultati zgjedhor i qershorit ja ka mundsu Kurtit një pozicion të cilin ai po e abuzon. Ajo është ja zgjedhje kur duhen, ja marrëveshje që duhen. Pra tashmë është eksplicite kjo kërkesë dhe në këtë kuptim ajo është duke i shantazhu dhe duke provu me i nënshtru partitë opozitare në pozicionin e vetë. Tashmë njëra nga to është aty, LDK-ja, PDK-ja ishte në fillim, është tërhekur përkohësisht, po mendoj që është tërheqje e përkohshme, sepse ju e dini që në takimin e parë, Hamza shkoi në takim dhe tha, unë nuk kam vijat kuqe, nuk du të flas veç për 3-4 ministrita, du të flas edhe për programin qeverisë, se kështu me radhë, dhe doli tha do të jemi në opozitë sepse Kurti nuk na ofroi asgjë. Pra PDK është në opozitë sepse Kurti nuk i ofroi asgjë. Ky është sulmi i dytë, po i pa ndërprerje nga i pari, që nga qershori i vitit 2025, pas zgjedhjeve të shkurtit, pra afërsisht prilli qershori, kur është rezultati zgjedhor i shkurtit të vitit 2025 është certifikuar. Albin Kurti është duke i majt institucionet jashtë kushtetute peng. Edhe sot jemi në pikën edhe herë po e përsëris. Ja zgjedhje kur duhen, ja marrëveshje që duhen. Pse e bën një gjë të tillë, nëse e zëm që kështu që nga vërtet? Pse e bën, cili është qëllimi? Sepse don kontroll absolut. Është e qartë kjo punë, ka qenë nga dita kur ai ka ardhur në pushtet, dikush e ka vrejtë edhe më herët, ne pak më herët, dikush edhe më herët se ne. Albin Kurti nuk është demokrat. Dhe nuk e di edhe sa herë në për studio, na duhet me folë që dikush mos me vazhdu mu befasu mu. Se ditën kur nalën njerëz tu befasu për Albin Kurtit, ka shumë gjasa që ka me qenë dita kur nisën më organizu kundër Albin Kurtit. Nuk ka organizim politik përveç PSD-s kundër Albin Kurtit. Organizime tjera janë kundër Albinit se Albini nuk i merr në qeveri. Albini nuk i jep pozicion, Albini nuk i jep të ndera. Pra, PDK, LDK, AK, nuk kanë pozicion kundër Kurtit. Të gjitha do të shkonin në qeverisje me to, nëse Kurti ju jep. Mund të abstrahojmë AK-n, sepse nuk pati fare interes që shkoj, as në negociata, as në bisedet. Po se nuk i thiraj për atë punë, ata e ditin, dërsa AK-ja ka bu për mu gabimin më të madh kohëve të fundit, kur një pushteti që po e qunë që është jo demokratik, autoritar, i rrezikshëm e çka do, i thot ta zgjedhë presidentin, nëse mi plotson ato 6 kushtet, të cilat lidhje me demokracinë s'kan. Me nda do pare, me hek do të vëshëja. Ato ja bën t'i kërkesë një qeveri demokratike.